محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut të lartësuar. Vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të lartësuar, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është I dërguar I Tij I fundit, mëshirë për të gjithë botët. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar vëllezër musliman, padyshim se njeriu në këtë botë I përngjason atij I cili ka dalë në një treg, I cili është I mbushur me të mira. Dhe gjatë tregtimit merr ai çfarë dëshiron në te. Blen ai çfarë dëshiron. I mush shportat e tij apo thasët e tij me gjëra të mira të cilat janë në treg. Por gjatë shëtitjes nëpër treg dhe gjatë mbushjes së shportave të tij me pemë, perime apo dhe me gjana tjera, ai çdo herë ka parasysh se vjen ai momenti kur ka me dal para arkes edhe ka me I paguë krejt ato çka I ka marrë dhe I ka qitë shportat e tij. Kështu edhe ne padyshim jemi në këtë botë. Jemi në një tregtim të hapt me Allahun subhanahu wa taala. Po marrim çka po dojmë për kësaj bote. Por mos harroni se do të vjen një moment kur do të shkojmë te ajo arka e improvizuar dhe kemi me dal me I paguë me një çmim të majmë gjitha ato të cilat I kemi marrë në këtë botë. Nëse I kemi marrë gjanat që I ka leju Allahu, I kemi marrë gjanat që janë halal, atëherë para asaj arkes do të kalojmë pa paguar çmimin e shtrejt. Veç do të dhom llogari dhe fatura do të jetë e lehtë për neve, do ta përballojmë lehtë. Po nëse në këtë botë kemi marrë gjanat haramit, gjërat ndalume, gjanat të cilat janë të urrejtura tek Allahu, të dëmshme për neve dhe për të tjerët. Kur shkojmë te ajo arka improvizume dhe dalim për Allahut, për me dhon llogari, do ta bëjmë një pagesë, por ajo pagesë është pagesë e dhimbshme, është pagesë e rëndë që ndoshta dikush edhe nuk do të ketë mundësi me paguë. Çfarë do të thotë kjo? Nuk do të ketë mundësi me kalu aty hiç, por çka do të ndodhë dënimi I dhimbshëm runa Zot prej tij. Andaj secili prej nesh jemi të obliguar me pa veten ton edhe punë tona të cilat po I bëjmë. Qysh është gjendja jonë në raport me krijuesin?
Nëse është gjendja jonë e mirë në raport me krijuesin, me Allahun, dijeni se pa dyshim edhe me krijesat ka me konë mirë. Por kjo nuk do të thotë që tash mos me pa dhe gjendjen tonë edhe me krijesat, qysh jemi me njerëzit. A jemi të mirë apo të këqij? Muslimanin çfarë do gjendje, çfarë do situate që të është, gjithmonë do të më qenë në raport me të tjerë të mirë. Po kish me hon dikush, po me të këqit, edhe me të këqit do të më qenë i mirë. Po mbojnë pa drejtësi, bën sabër. Se ai nuk zgjat. Bën sabër, bën durim. Edhe çka? Mbështetju Allahu xhalla shanuhu. Sepse i mençmi kur i bëhet pa drejtësia gjithmonë e ngushëllon veten me fjalë të Allahut. Edhe ndalet edhe mendon se tash a jam unë nëse bëj durim, nëse bëj sabër, a jam në grupin e atyre me të cilët është Allahu, apo nëse unë runa Zot nuk bëj sabër, nxitoj hakmirna, a jam në grupin e atyre që ishtin shejtani. Dhe kush bën sabër, ai është me Allahun, se Allahu qartë po e garanton, inna Allaha ma'as sabirin. Vërtet, pa fije dyshimi, Allahu është me durimtarët, Allahu është me sabërlit. Ndërsa këta që nguten, këta që hakmerren, këta e kanë një sifat të shejtanit, se shejtani është i ngutshëm. Për ata, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni min Allah, maturia, pjekuria është prej Allahut. Pra, maturia, pjekuria jote është prej Allahut. Bënu i matur. Wal ajalatu min ash-shaytan, ndërsa agjelja, nxitimi, ngutja është prej shejtanit mallkuar. Andaj bë sabër. Ktheje lutjen tënde ka Allahu xhalla shanuhu. Sepse e dini çfarë do me thonje ka fjala e Allahut kur njëri është në sprovë dhe thot hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton mua Allahu e ai është mbështetësi më i mirë. E dini çka do të thotë kjo kur të bëhet ty pa drejtësi, edhe ti ki mundësi me u hakmar, ki mundësi me runa Zot me përdor forcën, autoritetin tën, pozitën tënde, po ti çka thue? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton mua Allahu dhe ai është mbështetësi më i mirë. Kjo do të thotë vllazën që dosjen tënde me marr edhe me kthye prej tokës ka qielli. Mos me lyp drejtësinë tek gjykatat, tek njerëzit, por me lyp drejtësinë tek krijuesi, tek Allahu subhanahu wa taala. E din sa mirë njeriu kur e kthen problemin, çështjen e tij tek krijuesi, se krijesa din edhe mos me ta zgjedh. Gjykatat tona që po përfolen me të madhe, a janë të korruptuar asjanë, mo këta nuk kemi nevojë me diskutuar. Absolutisht nuk ka nevojë me diskutuar hiç këtë punë. Veç a je i fort materialisht apo politikisht bën çka dush. A mo te Zoti atë mjafton ty nëse je i fort politikisht? Apo je i fort materialisht, apo je i fort fizikisht? A ka far peshe? A ka far rëndësi tek Allahu? Absolutisht nuk ka. Ti nuk peshon me kilogram. Ti nuk peshon me muskuj tek Allahu, po peshon me imanin tën, me besimin tën, që nëse je besimtar i sinqert, ti peshon sa një popull komplet. Ju e dini rastin e Abdullah ibn Mas'udit, një ditë prej ditësh në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai hypi në një pemë. Ibn Mas'udi kur e lexon jetën e tij, gjithmonë ju duket një njeri shumë i madh me trup. Ka qenë njeri i zajft. Shëndetlik ka qenë. Edhe shëndetin e ka pas dop në pamje. Edhe tash po fryn aty në frym, edhe ja çploi muskujt e kamës. Kur e pan shokët e tina, ja nisën me kesh, thanë çfarë kamsht holla Abdullah ibn Mas'udi i paska. E pejgamberi alayhis salam ata nuk i thanë por mu talla runa Zot po u çuditën. Sa kom të holla, asa njëri madhaj me autoritet. Pejgamberi alayhis salam tha vallahin, kom të tina tha, peshojnë tek Allahu marrën se kodra e Uhudit, ajo kodra e madhe që është në Medinë. Për shkak të shkafit, për shkak të imanit, për shkak të besimit, për shkak të punëve të tij. Andaj vllazën besimtar, keni kujdes se çfarë do që veproni, çfarë do që punoni, çfarë do që mendoni, do ta gjeni tek Allahu xhalla shanuhu. E kish me thonë dikush, edhe ato që i mendojmë, edhe ato që i mendoni, mirë apo keq, do t'i gjeni tek Allahu. Vetëm se për ato të mirat, i ke mendu mirë, ke dash me bo mirë, s'tu ka mundësua, kime është përbly tek Allahu.
Pse çështo është mëshira rahmeti Allahut. Çështo është ajo ndihmë e Allahut për ata bamirësat. E ky që ka menu keq, edhe ka dash me bo keq, edhe ka mujt me bo keq, po s'ka bo, ky ka mu shpërbly me një sevap, me një shpërblim. Pse? Që e ka nal veten. E ky që ka menu me bo keq, edhe ka dash me bo keq, po s'ka mujt me bo keq, se s'ja ka mojt kërka. Ky do të thot ka met kërka hiç. Ky tek Allahu nuk do të dënohet, nuk do të ndeshkohet, por do t'i përmendet. Do t'i thuhet o filan, ti me pas forcën, fuqinë, pozitën, po të me bo qita. Ai tash ti nuk arsetohet te Zoti, po Zoti jam. Allah thot masi se ke qit jashtë ato të keqen e ke mshef, thot, edhe na po ta mshefëm këtu. Andaj pra, me qenë të kujdesshëm, sepse njeriu po bën veprime, po bën fjalë, po bën punë të cilat nuk kthehen mrapa. Për ata disa prej dietarëve ka thonë 3 gjana nuk kthehen mrapa. 3 gjana nuk kthehen, kanë shku mos kthehen. E para prej tyne, fjala e cila del nga goja, edhe del jashtë e dëgjoj njerëzit. Wallahi para jep dikush me i kthy do fjalë që i ka thonë përpara. Para jep dikush me i kthy do fjalë që i ka thonë përpara, po nuk kthehen, kanë met ato. Koha që ka shkue, para jep dikush që ka qenë runa zot bashkëpunëtor me armikun deri në vitin 1999. Edhe i ka bot dëm venit, atë dhejut, e i ka bot dëm popullit, e i ka bot dëm rinis, e i ka bot dëm edhe fesë, sigurisht. A i kish me dhanë pare me këthyje histori një 50 vite mrapa. Pse? Sepse për 50 vite a i mësej popullin e vetë mrapsht. I mësej popullin e vetë që s'ka dalim në mes të besimtarëve e besimtarëve. Në emën të vllaznim bashkimit i kanë mbyll xhamijat. Në emën të vllaznim bashkimit i kanë prish njerëzit ndërmjet veti. Në emën të vllaznim bashkimit e kanë humb besimin të njëri tjetrit, saqë edhe burri u rujt prej gruas, edhe gruaja u rujt prej burrit se mos po raporton atje në parti, në atë partin famkeqe. E dikush që ka bot dëm, se këtë nuk kanë bot dëm ata që kanë qenë për ato partit. Ato jo për një parti ka qenë atëherë. Nuk kanë bo krejt dëm, po një pjesë kanë bo, këta kishin dhonë shumë sot prej pasurisë të tyre, me kthye pa kohën mrapa, edhe me thonë t'i fshim që ato 3-4 vite të erta. Sikur disa që po bojnë tash keq këtu popullit ton, edhe vendit ton, e mas një 20-30 vite kur ata të plaken, të vetëdijsohen, edhe të jenë një farforme, një kam në rdhe, një kam i dhe që shtet populli, a kishin me thonë t'i shumë këthy në vitin 2016, mos me i bo që ato veprimet e këqia që i kena bo kundër popullit, apo kundër vendit ton. Dhe treta që nuk kthehet është humbja e besimit tek njerëzit. Vllazën, na punojmë një jetë të tërë për me fitu besimin tek njerëzit. Se Zoti na njeh kush jemi, po kemi nevojë ato që e kemi në raport me Zotin, atë besueshmëri me pas edhe me njerëzit. Edhe tash, dikush runa Zot mas 20-30 viteve që ka kontribuar marrë edhe mirë, po e humb besimin në popull. Sigur ata që kanë bashkëpunuar me okupatorin në vitet e 90-ta, në vitet e 80-ta. O humb besimi, ata tash po shkrihen. Disa prej tyre në 99-ën edhe kanë marrë armë, kanë dalë mal. Mirë po tash gjithë populli heziton se thotë kë 20-30 vjet ka ndrysh. E ka humb besimin edhe s'po kthehet më besimi. Por ata nuk është marrë edhe mirë, m'ia përmend njerëzit të kaluarën, po disa mendispresin. Edhe kur folet për filanin apo për fistekun, ja përmend të kaluarën e tij të hidhur. Andaj do të me pas kujdes se cili prej nesh, sepse këto 3 gjana që i përmendëm nuk kthehen mbrapa. Tjetër është një rëndësie të veçantë të jemi prej atyre që në këtë botë mundohemi me çu përpara veç të vërtetën. Me çu përpara ato që ka thonë Allahu dhe i dërguari i tij. Sepse kur quhet përpara e vërteta, edhe kur punohet edhe lobohet për të vërtetën, ti mas pari bëhesh njëri i vërtet. Ti mas pari bëhesh njëri i sinqert, njëri i drejt. Ndërsa jo sinqeriteti, edhe e pavërteta janë sifate të tjerëve, nuk janë sifate të muslimanëve. Dhe besimtari duhet me u udhëzue apo me u udhëzu veten e tij, sepse vdekja është të na trokit në derë çdo njanit prej nesh. Dhe çdo ditë dhe çdo natë vdekja po e viziton dikon. E xheli po shkon te dikush çdo ditë dhe çdo natë nuk ndalet. Andaj
nuk bën me thonë po pres se po udhëzoh na ma vonë, sepse vdekja nuk pret. Po çka me bo? Udhëzoh, drejton rrugë drejt edhe të marr, tani edhe në ardh vdekja mos u mërzit, se ka me të gjetë marrë edhe mirë. Edhe në ardh vdekja pastaj ka me të gjetë marrë edhe mirë. E disa pejlan, peshtyn, po mendojnë që vdekja i pret, ndërsa ku po i nxen vdekja, çka po thojnë ata? Allahu po i përshkruan fjalët e tyre, se na nuk po shkojmë atje me të vdekurit, me i po çka po flasin. Po ata si po ja merr xheli shpirtin, edhe po e çon atje ku do të me dërzu shpirtin, ku janë shpirtrat, të mirët janë me të mirët edhe shpirtat e këqij janë me të këqijt. Ai çka po thot? Shpirti i atina keqbërësit, ati që ka po keq, Rabbi rgjiun, o Zoti jam, kthemni, ku me të kthyje? Në jetën e dynjas, për çka? Për me bo mirë, po i thot Allah, nuk kishe në jetën e dynjas? A nuk ta kemi dhon rastin? A nuk ta kemi dhon mundësin me bo mirë? Andaj vllazën mund dohoni shfrytëzane. Shfrytëzojeni se krejt kjo kohë që jemi ne, është çaq e shkurt sa që nuk mundet njeriu me imagjinu, me kuptue. Edhe na nuk e imagjinojmë, nuk e kuptojmë, por e lexojmë se jeta e kësaj bote është jetë sikur njeriu kur del pak mu argëtue, ke pa e merr familjen, fëmijët, luan që aty pak në livada, po shkon katon apo shkon dikun, edhe një argëtim, një dëfrim i shkurtër edhe u krye. Çishto është jeta e dunjas. Pra jetë e shkurtër, jetë kalimtare. Andaj besimtari duhet me qenë i kujdesshëm që këtë jetë të shkurtër, jetë kalimtare ta shfrytëzon sepse është shkurt në te, nuk është gjatë. Tjetra, me pas parasysh vllazën se njeriu në këtë botë çdo herë do të me qenë edukator, pedagog, duke filluar nga familja e vet. Dhe nuk fillohet me fëmijët me edukue me fjalë e pa vepra. Se shumë kush po i bërtet fëmijëve pse s'po mëson, e pse s'po lexon, e pse këto se bën. Po fëmia nuk don fjalë, po ti si bab, si nan, merre librin, merre fletoren, lexo, shkruaj, ka me të paj ti. Për ata fëmijë që lexojnë, e kanë një kulturë, një edukatë, se e kanë pa dikën. A ka të tillë që lexojnë edhe si kanë pa prind? Ka, po këta i ka dashur Allahu shumë, i ka udhëzuar shumë. Andaj, para se ne ti detyrohemi, obligojemi me mshël në për dhoma, se u mëtën ta ashtu ju bo dhoma e djalit madh, e dytit, e tretit, e vajzës, e 5-6, s'po i bojnë, po shembull, për marrë dikush kush i ka 5-6, po do të me i bo dhoma, për me i fut aty në dhoma. Jo, pa i fut atë në dhoma, fut e vetë në dhomë. Bënja vetin i dhomë të punës, ku lexon ti, ku mëson ti vetë mas pari. S'po na dëgjojnë, me kënd të rish, rrin me të vjetrit, s'po na dëgjojnë fëmija. Rrin me këta gjeneratën e mesme, që edhe jam aty, s'po na dëgjojnë fëmija. Po dhe me këta të rit kur rish, ja më rehis po na ngoj fëmija, s'di që ka mbojën prish kejt. Po bamirësia ndaj prindve është një tregim që ti do të me shkrue, ndërsa me praktikojnë kush? Fëmija tonë. Çka do të thotë kjo? Ti vetë shkruje të usil mirë me babën tanë, me nanën tane. Ti vetë shkruje historinë tane me prindrit. Fëmijët e tu çasoj rrugë kanë me shkuar. Mbajeni në mend. Fëmijët çasoj rrugë kanë me shkuar, se thot populli, ku ka rrjedh, ka me rrjedh gjithë atë. Po mos rrjedh, ka me pika pak diçka. E nuk ka mundësinë njëri që ka qenë bamirës ndaj prindve. E i ka puth në ballë, e i ka puth në faqe, e ja u ka puth durët e kam. Nuk ka mundësi fëmija tash me rrekta, se ky e ka shkruar tregimin me shkronja të arta, me gjeste të arta. E fëmija kanë me pasu rrugën e babës edhe të nanës. Andaj keni parasysh se ato që mjellim në raport me të tjerët, në radhë parë me prindrit tonë, ato pritet edhe me korë. Inshallah, mjellim ashtu që do të marrë edhe mirë, e pastaj edhe gjejmë marrë edhe mirë. Allahu Xhaleshanuhu na përdort neve në punë të mira dhe të mara. Allahu Xhaleshanuhu qofti kënaqur me neve, qofti kënaqur me sjelljet, me punët tona, dhe na dhash bereqet, na dhash begati në fjalët tona, në punët, veprat tona, në familjet tona dhe në shoqërinë ku ne jetojmë edhe veprojmë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Pastaj vllazën të dëshirojmë për vete, për familjen dhe për shoqërinë përgjithësi ato që është më e mira. Të dëshirojmë ato që është realiteti i veprave, i fjalëve dhe punëve tona. Sepse dikush nuk po është real, nuk po është i sinqert me veten e vet. Edhe e keni pa kur shkon për shembull me konkurrun punë, i thot atina personit aty zyrtarit, thot, po është zotin, thot, këshiro mu, thot, sikur djalin tën. Pa i zyrtarin ashta e ka djalin specializuar, po e zon për shembull për kirurg. Ndërsa ti je për shembull për teknik, me dhon injeksione. E tash qysh me të këshyra si djalin e vet. Ai djali vet e ka shkollën. Ti nuk e ke shkollën. Ky tjetri merr rumue me gra avionit, a ky e ka lejen e traktorit. A ka mundësi? Po ti e ke marr tonë, po temin e ka marr, pa e ka lejen për me pilotu avionin. Ndërsa ti e ke lejen për me gra traktorit, të hekurit. Andaj nuk bën kështu me qenë jo të sinqert. Dikush tjetër e ke pa, edhe kjo është një padrejtësi në shoqëni. Kur familja shembull, farefisi munohen për shembull me martu djalin, e çohen kam me gra, e me burra, e me akraba, edhe me ia gjet djalit keq një nuse të mirë. Po nuk shkon kështu, kjo është padrejtësi në shoqëni. Edhe çka të thotë Hoxhefeni, këshir pash Zoti sikur për djalin tën. Po në djalin tëm e kam xhami këto. E ti tonin në kafeteri, në kafeç atje. E tash çfarë kriteresh janë këto? Apo përputhën, nuk mundna me lujt na me dy standarde. Një standard do të me pas. Për djalin e mirë mu çon kom krejt me agjet një nuse të mirë. Për djalin e keq mu çon kom krejt me agjet një nuse të keqe. Sepse nusja ndikohet pastaj prej djalit. Nëse është e mirë djali ja nal namazin, nëse djali keq po flas. Nëse është me mbulesja, hjek mbulesën. Kish me hon dikush jam, mora çysh ndodh. Po mora çysh ndodh popullin ton ndodhin këto sene, nuk po flasun e për në hon çka ndodh, se si më shku halatje në vizitë. Inshallah shkojmë të ardhmen. Pra, këto janë disa veprime që nuk duhet muslimani me i pas. Kur fol për veten e vet, familjen e vet fol veç në superlativ. Krejt tjerë ti ka nër veti, jo, për veti fal çaj që je. A ban me konë me ty me ka shok, vëllai nash ta bën as banon e bëj çito, ta mart me një të këqija të bërëm, mi qasohemi, shoshnohemi, vllaznohemi. A mo për momentin i kam çito. Mirë po të na nuk i tregojnë të këqijat veç të mirat. Nëse nuk ka dhe nevojë mi publiku krejt. Po kur jemi do të thotë në raport shoshnor, po dojna bo mik me dikën, çito gjana me i pas parasysh. Për ata vllazën e keni pa një pjesë e njerëzve të devotshëm kur nuk mujnë me kanë mësitat suksesshëm. Unë jam mësit dashtak. A po kuptoni fjalën mësit jo trit, me shku mësit. Tash s'po ka nevojë me përdor se pe i krym sitnin vet krejt. Krejt vet pe xhojnë, vet po fejohen, po martohen, po lshohen, po dashnohen, po urrehen e krejt. Tash u po normale, veç thim telefon thot u ndava. Ç'mor ndava? Ai mund ndopi një kerrit të keq edhe ko gjaf vështirë, jo mund ndopi i gruas, është lehtë. Ja, s'është problem hiç. Edhe familja e gruas, hajt bija ja mos tani se kemë gjetë më të mirë. Hiç dyshys interesant u bën normale kën popullin ton. E unë për veti nuk jam mësit i suksesshëm, pse kur unë vesin, çfarë djalë është ai, unë çka i them? E këshiri këtu në xhamat s'është. Them kur xhami se sha. Ç'sh more? Jo vallahi kur xhami se sha. Tjetër, në iftar them kur se sha. Në haxhi, në zeçatja, çto sa nuk si di them. Edhe i kallzoj thotë, o Allah ç'problem thotë se ti bën jadash. Përpara që shto kon. E përpara u kon mirë. Përpara u kon mirë se kon kriter feja. Edhe e dimna përpara kur veshin na vetçin, hoxha falet e ti xhumona vaktet po e u krij. Wallahi tash edhe mu fal edhe pak problem është. Se kanë lujt ka pak bishtin këta të edhe pse po falen din ka pak me bu mashtrime dollavere. Din da far vepra që kanë hi aty nas neve. Andaj pra vllazën me pas kujdes. Me fol të vërtetën edhe në qoftë se është e hidhur, sepse ajo herët avon, me neve pa neve, ajo do të del shesh. E lume që të vërtetën e qet në shesh. I lume që të vërtetën e thot edhe e qet në shesh. Allah na mundsoft me qenë prej atyre që flasin veç të vërtetën, qoftë edhe kundër vetes. Edhe në fund për sot, një falënderim i veçantë për gjithë xhamatin, po një falënderim më i veçantë për ata të cilët javën e kaluar na përkrahën në aksionin që e bënëm me qendrën e transfuzionit gjakut, që dham gjak për ata nevojtarët, për ata të cilët sigurisht se një pikë gjakut tuaj që e keni dhënë kishin me paguar shumë shtrejt, se
në momentet ma kritike është ndihmë si kuptohet Allahu, pastaj çaj gjaku jon bëhet sebeb të jetë një ndihmës apo një ndihmtar i fortë. Allah i shpërbleft të gjithë ata që kanë dhuruar dhe ata që s'kan mujt e dhashin dikun tjetër apo mas një 6 muaj prapë inshallah të ta bëjmë këto aksionin prapë për me dhon, po është mirë me bën njëri pak edhe shprehi, pak me bën një far general ke trupit vet, me ja ndru ka pak ulën sikur kerrit se s'po bën ke po kerrit 8000, këta mishët e mirë po thonë mos e çast 8000, ata të tjerë po thonë çe më ja 10000, 12000, se ka se me ta prish kerrin krejt. Edhe tash ti nuk e lën 8000, po e çon aty 6000 dhe ja ndro ulën, edhe na 6 muaj po ja ndrojmë ulën vetit, e ndrojmë pak gjakun, inshallah Allah na kompenzon me gjak edhe më të mirë edhe më të suksesshme. Po ashtu ata që kanë dhënë gjak mas namazit xhamos mund me ardhë me i marr ato kartela që i ka përgatitur qendra për qendra e transfuzionit gjakut, po më rëndësi është që ju keni dhuruar ata më të shtajtën prej trupit tuaj, e kartelat nëse i merrni mirë, nëse i merrni nuk ka ne far problemi. Allahu ju shpërbleft të gjithëve për kontributin që e keni dhënë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله